Atëherë, të nderuar miq dhe gazetar, si rrjedhoje siç është krejt normale, një diskutimi goxha të madh publik, të hapur në 40 orët e fundit, pas propozimit të një grupi deputetësh Partisë Socialiste për një ndryshim të hartës territoriale. Vlerësojmë që është e arsyeshme të bëjmë një diskutim më shumë se një konferencë shtypje me gazetarët, që të kemi mundësi s'pari të shpjegojmë procesin dhe produktin, por të kemi mundësi që të marrim të gjithë pyetjet që në mjet këtij diskutimi kemi mundësi të informojmë dhe opinionin publik shqiptar në raport me mënyrën si kemi ardhur këtu. Do më lejoni pak minuta për të shpjeguar procesin dhe produktin, dhe më pas do të bëjmë këtë një diskutim ku çdo pyetje dhe përgjigje vlen të diskutohet që ka lidhje me këtë temë. Për sa i përket procesit, ju e keni ndjekur, Partia Socialiste që në momentin e fillimit të këtij mandati i qeverisës e ka shprehur si një ndër piketat e këtij mandati nevojën që Shqipëria ka për një reformë të re administrative territoriale. Kjo reformë ka nisur punën nëpërmjet një komisioni të posaçëm, në të cilin ne pranuam dy elementë shumë të rëndësishëm. S'pari paritetin me opozitën dhe s'dyti bashkëkryesinë. Të dyja këto element nuk ishin detyrues, por ishin element të mirëbesimit për të munduar dhe krijuar një frymë në cilën të shihnim opsionin e krijimit të një reforme e cila të qëndronte në kohë, të ishte për të mirën e Shqipërisë dhe të përgjigjen në mënyrë më të mirë të dur sfidave që Shqipëria ka përpara. Realiteti me cilin u përballëm ishte që s'pari për 4 muajt e parë të funksionimit të këtij komisioni opozita nuk erdhi. Më pas u mor për rreth 1 muaj me diskutimin e kalendarit të punës. Ju mund të shihni arkivat tuaja, këto janë gjitha aktivitetet publike dhe vetëm pas 1 muaj diskutimesh u dakordësua një kalendar i cili sot nga bashkëkryetari her pas here ngrihet dhe prezantohet si një element i cili nuk është përmbushur kolona e çështjeve në kalendar. Dhe këtu ka drejt. Një pjesë e detyrave që komisioni duhet të realizonte, nuk u realizuan për faktin e thjeshtë se opozita mori në mënyrë sistematike shumë kohë. Pjesa e cila është e pandershme dhe e padrejtë për publikun është që kur përmendim një kalendari ka 2 kolona. Një kolonë ku ka temat dhe një kolonë tjetër ku ka datat. Dhe arsyeja pse quhet kalendar se ka datë dhe ka afate. Që në ditën kur është krijuar komisioni, afati i punës tij ka qenë 9 mujor dhe dije që do të mbaronte në mesin e korrikut. Së dyti, në muajin maj të vitit 2027, Shqipëria do të ketë zgjedhje vendore, në të cilat ne duhet hymë me një sistem të ri, me një hartë të re territoriale, në mënyrë që t'i përballemi me ato sfida që Shqipëria ka përpara. Unë e kam thënë vazhdimisht dhe vazhdoj ta them. Në vjeshtën e vitit që vjen, të fund 2027-s, Shqipëria do të mbyllë negociatën me Bashkimin Evropian. Dhe në vitin 2029, Shqipëria do të jetë një vend antar i Bashkimit Evropian. Në atë moment nuk integrohet në BE qeveria. Nuk integrohet një zonë e Shqipërisë. Integrohet e gjithë Shqipëria në Bashkimin Evropian. Dhe një ndër programet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian është programi i kohezionit social. Programi i cili nëpërmjet mbështetjes së Bashkimit Evropian i jep mundësinë që territore që janë më pak zhvilluar në BE të marrin mbështetje financiare për të zhvilluar. Por këto nuk janë para që vinë automatikisht, thjesht të bërë antar. Janë para që vinë në mënyrë konkurruese nëpërmjet projekteve zhvillimore që bashkitë apo rajonet ja dalin të hartojnë. Dhe pjesë e sfidës që ne kemi përpara është të kemi mundësi të forcojmë bashkitë tani, të futemi në zgjedhjet e ardhshme me bashki me struktura më të forta, më të afta ekonomikisht, më të afta funksionalisht, të cilat të harxojnë periudhën 27-31 për të ajustuar me këtë realitet të ri, për të forcuar edhe më tej administratën e tyre, strukturën e tyre, funksionalitetin e tyre, dhe në 2031 si bashki evropiane të kenë mundësi të marrin maksimumin e mundshëm, jo vetëm nëpërmjet financimeve vendore, jo nëpërmjet funksionalitetit të tyre të përditshëm, por dhe nga financimet që vinë nga Bashkimi Evropian për territorin e tyre dhe për qytetarët e tyre. Dhe kjo ka qenë kolona kryesore e nevojës që ne kemi për ta përqasur këtë reformë. Dhe kjo është dhe arsyeja kryesore pse kemi një agjendë të ngjeshur. Nëse ne humbasim këtë afat,
afatin e 2027-ës, nuk humbasim 1 muaj, nuk humbasim 2 muaj, humbasim 8 vjetë. Se thotë që reforma më pas duhet bëhet dikun në periudhën 27-31, nuk fillon dot para 31-shit, sepse nuk ndërpritin dot në mes mandatet e zgjedhurve 27-ën. Koha e ajustimi do të ishte 31-35 dhe realisht do të futeshim në funksionalitet plot në 35-ën. Humbasim 8 vjetë. Dhe këtë e kam thënë në mënyrë sistematike në komision, duke kërkuar në mënyrë sistematike dhe vazhdueshme nga kolegët opozitës që kjo nuk është një reformë e cila bëhet për një bashki apo një tjetër, bëhet për të mirën e qytetarëve shqiptar, për të pasur mundësinë që çdo bashki të ketë mundësinë të ofrojë shërbimet më të mira të mundshme dhe kapacitetet për të hartuar projekte zhvillimore dhe për t'i kthyer bashkitë nga institucione të cilat sot janë përgjegjëse për pusetën, kanalin dhe dritën, në institucione të cilat bëhen përgjegjëse për zhvillimin ekonomik të territorit që ata administrojnë. Elementi i dytë lidhet ngushësisht me konceptin e decentralizimit. Decentralizimi do thotë cilat funksione nga qeveria ne i afrojmë tek bashkia. Por decentralizimi është i lidhur ngushësisht me kapacitetin e një bashkie nga ana e burimeve njerëzore, nga ana e financave, nga ana e aftësive teknike, mjete, makina, për ta ushtruar një funksion caktuar. Dhe nëse bashkitë nuk i kanë këto kapacitete, nuk mund të flasim për decentralizim për të çuar funksione me ligj, të cilat ligj ne mund të themi që këta të bëjnë pastrimin e kanaleve kulluese vadice. Por ligji nuk jep dot as njerëz që operojnë mjete, as mjete, ne mund të themi me ligj që këto do të bëjmë plan urbanistik. Po ligji nuk krijon dot urbanist. Dhe kapaciteti për të absorbuar dhe për të zbatuar siç duhet funksione decentralizuese është lidhur ngushësisht me kapacitetet që këto bashki kanë. Dhe bazuar dhe në këtë koncept, pra Bashkimi Evropian, decentralizimin e mirëfillt, serioz, jo me fjalë, me punë, me vepra ke bashkitë, janë ato të cilat ishin elementet që nisëm për të bërë vlerësimin e punës. Do më jepni kohën të ngrehem një sekondë dhe të shpjegoj në ekran 2-3 elementë të cilët lidhen me mënyrën se si ekspertët punuan dhe elementet që u vlerësuan në këtë analizë, që mënyrë që pastaj të kemi mundësi të bëjmë një diskutim të mirëfillt për këtë gjë. Pa e afroj mikrofonat pak këtu. Shpresoj që e kapin audion. Jemi okay? E kapin audion? Atëherë, ky është harta e Shqipërisë. Kutit këtu na tregojnë intensitetin e banorëve në zonë, sipas asaj që Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara quajnë klasa de Gurba, e cila flet për sa banor banojnë në 1 kilometër katror dhe intensitetin e këtij dhe ndahet në 3 tipologji. Ndahet në ato që janë banor që jetojnë në një zonë urbane, janë më shumë se 1500 njerëz në 1 kilometër katror, në zonat qytetet apo periferi, që janë midis 300 dhe 1500, dhe ato që janë nën 300 për banor 1 kilometër katror, quhen zona rurale. Dhe kjo është harta e Tiranës, kjo është zona kryesore e Tiranës, kjo është periferia e Tiranës, dhe kjo është gjithë hapësira rreth qark Tiranës ku kemi të ndarë. Çfarë kuptojmë nga kjo hartë është ku është e përqendruar popullsia e Shqipërisë dhe ku janë zonat në të cilat ka një popullsi pak më të dëndur për të krijuar konceptin e një urbaniteti. E një zone ku njerëzit janë bashkë, jo thjesht nga pikëvështrimi fizik, por duke qenë njerëzit në territor bashkë, ne kemi mundësi të ofrojmë jo vetëm shërbime publike që i ofron bashkia, por dhe shërbime që njerëzit i ofrojnë kur qëndrojnë në territor të përbashkët. Dentisti, noteri, mekaniku, tregu. Pra, zonat urbane janë mekanizma ku njerëzit ndërveprojnë ekonominë e tyre në territorin që rrethon. Kemi vlerësuar 3 indekse të ndryshme, të cilët secili prej tyre përbëhet nga një seri treguesish. I pari është indeksi i funksionalitetit të bashkisë, i cili mat element që kanë bëjnë me autonominë fiskale, që është raporti midis të ardhurave që një bashki gjeneron vetë dhe të ardhurave që bashkia merr nga qeveria qendrore. Ngurtësinë buxhetore, që do thotë ç'pjesë e parave bashkia i ka të zëna në paga apo operacione fikse dhe ç'pjesë të buxhetit një bashki ka mundësi të bëj punë të mirëfillt nëpërmjet vendimeve që Këshilli Bashkiak apo kryetari i bashkisë merr. Dhe këtu fjalë që bie kemi, po flasim për autonominë fiskale, kemi bashki si Tirana, po marr si shembull, cila 67% të ardhurave i ka nga të vetat dhe pjesa tjetër i ka nga granti. Ky është raporti midis dy numrave.
apo Elbasani që e ka këtë në nivelin 23, apo kemi bashki si Kavaja, e cila ka vetëm 24, apo bashki si, po themi këtu, Fusharzi, i cili ka 14, apo bashki si Këlqyra, për marrë si shembull, e cila ka vetëm 8% e ka këtë raport. Elementi dytë lidhet me ngurësim buxhetore. Pjesë të buxhetit një bashki e ka të zënë dhe pjesë ka të lirë për të bërë politika. Tu fjala që bie, po marr rast në Lezhës, e cila ka 42% buxhetit zënë dhe pjesën tjetër e ka të lirë për të bërë politika për territorin e saj, apo bashki si Kavaja, e cila ka 92% buxhetit të zënë dhe vetëm pjesën tjetër e ka të lirë. Kjo na jep një tregues të mënyrës se si funksionon ky tregues në gjithë Shqipërinë. Elementi i tretë është eficienca e stafit. Do të thotë sa punonjës ka një bashki për çdo 1000 banor që kanë territorin e saj. Fjala që bie në rastin e Shkodrës, këtu Shkodra ka në aparat pjesa politike e stafit ka 1.19 punonjës për 1000 banor, ndërkohë që në total ka 10 punonjës për 1000 banor. Ndërkohë që po të marrim këtu fjalë që bie Fusharzin, kemi 17 banor për 1000 banor, për 17 punonjës për çdo 1000 banor, dhe në total të gjithë punonjësit, aparati dhe punonjësit e shërbimeve, janë total 62 punonjës për 1000 banor. Pra janë 17 herë më shumë në aparat dhe janë 10 herë më shumë për çdo 1000 banor punonjësit që këto dy bashki për marrë këto dy si nivel krahasimor. Elementi i tretë lidhet me detyrimet e prapambetura, ku kemi fjalë që bie bashki si Korça, e cila i ka pothuajse 00 diçka, apo bashki si Kavaja, e cila i ka detyrimet e prapambetura pothuajse 25% të buxhetit të saj. Dhe të gjitha këto së bashku na krijojnë një tregus, si quhet tregusi i funksionalitetit të bashkisë. Dhe na jep një koncept të mënyrës se si bashkitë nga kjo anë janë të renditura nga ato që funksionojnë nga kjo anë goxha mirë, Kamza, Tirana, Himara me radhë, dhe bashki që funksionojnë pak më mirë sipas secilës prej këtyre kategorive. Kjo është elementi i parë. Elementi i dytë është elementi që merret me masën urbane ose me demografinë e një bashkie. Këtu sërish kemi 5 tregus të përbërë. I pari për këtyre tregusve është tregusi i popullsisë, i cili na thotë që ç'pjesë e një bashkie jeton në një zonë urbane përkundrejt pjesës së një bashkie që jeton në zonë rurale. Ky nuk është një tregus që thotë që njëra është mirë apo njëra është keq. Por ama duke kuptuar këto, kuptojmë cila zonë është rurale dhe cila në pjesë popullsisë kanë mundësi këta njerëz që shkojnë dhe të marrin shërbime, siç thash më parë, jo vetëm bashkiake, por edhe dentisti, arkitekti, noteri, mjeku apo shërbime të tjera që mund të jenë dhe private që njerëzve i duan, të cilët në shumicën e rasteve gjenden në zona urbane. Fjala që bie këtu po të kuptojmë, do të shohim që Kamza e ka normën urbanizimit pothuajse 99%, është gjitha një zonë urbane dhe pothuajse të gjithë njerëzit jetojnë në këtë zonë urbane. Ndërkohë që po të shkojmë në fjalë që bie në zonën e Maliqit, do shohim që këtu norma urbanizimit është 26%, që do thotë 75% në zonë rurale dhe 26% në zonë urbane, dhe kemi edhe zona të tjera, të cilat ky numër është edhe më i vogël, pothuajse afër zerës, të cilat janë zona tërësisht rurale në bashkitë ekzistuese siç janë sot. Tregusi i dytë na tregon densicinë e perceptuar. Denscia perceptuar tregon jo thjesht sa është denscia matematike, numri total i popullsisë pjesëtuar për sipërfaqe, por na tregon në qoftë se njerëzit janë katrorët ku njerëzit jetojnë dhe si perceptojnë ato densicinë. Pra, denscia e Tiranës nuk është thjesht denscia e Tiranës, po të pjesëtojmë këtu dhe malin e Dajtit, për ta thjeshtuar, por denscia që njerëzit perceptojnë kur jetojnë në zonën urbane. Dhe kjo na tregon që kemi zona me densitet të lartë, siç është Tirana, padyshim, apo siç është Kamza, e them sërish sepse Kamza është një qytet i cili është plotësisht urban, që e ka 4000 banor për kilometër katror, apo zonat të cilat e kanë këtë, po marrë fjalë që bie Matin këtu, i cili e ka densicinë 1300 për kilometër katror. Elementi i tretë është totali i popullsisë, ku rasti i Tiranës është më i madh me 5900 pothuajse 6000 banor, apo këtu kemi rastin e Këlqyrës, e cila e ka popullsinë prej 4400 banorësh në total. Numri i banorëve është i rëndësishëm për të kuptuar se brenda këtij kapaciteti sa njerëz kanë me aftësi specifike për bërë detyrat funksionale, publike, por dhe private që një komunitet ka nevojë të ketë në territorin e tyre. Elementi i tjetër ka të bëjë me
quhet indeksi Gini i shpërndarjes, do thotë sa të shpërndar janë në popullsi banore, janë më të dëndur, jetojnë në një zonë më të dëndur apo janë të shpërndar në territor. Ky është e tregues shumë e rëndësishëm sepse na jep mundësinë të shohim si shkojnë shërbimet ke njerëzit. Pra kemi nevojë të shtrojmë më shumë rrugë, më shumë kanale kulluese vaditse, më shumë kanale urash bardha, shpërndarja e shkollave, shpërndarja e qerdheve apo kopshteve. Elementi tjetër është raporti i varësisë, i cili na tregon ç'pjesë e popullsisë një bashkie është midis moshës 0 dhe 14 dhe midis moshës 65 e sipër dhe ç'pjesë është në moshën 15-65, si quhet sipas Instatit dhe Bashkimit Evropian, forca e aftë për punë. Dhe raporti midis tyre na tregon ç'pjesë gjeneron ekonomi dhe ç'pjesë është përfituese nga ekonomia që gjenerohet nga kjo pjesë në një territor të caktuar, dhe kjo gjithashtu na jep një hartë të qartë të mënyrës se si kjo ndodh në Shqipëri. Të gjitha këto të dhëna bashkë na tregojnë ato që quhet indeksi i urbanitetit në një territor të caktuar. Dhe këtu sërish kemi një tregues i cili e ka këtë element të renditur nga Tirana me vlerë më të lartë, Durrësi, Vlora, Elbasani, e deri ke zonat cilët e kanë këtë tregues më të ulët. Elementi i tretë është elementi i performancës ekonomike të territorit. Ky tregues na tregon si funksionon ekonomia, jo bashkia, po ekonomia në territor. Dhe këtu kemi sërish disa të dhëna që janë interesante. Fjala që bie, po të shohim në rastin e Vorës, kemi disa tregues. E para është numri i ndërmarrjeve për një banor. Dhe kemi bashkitë që kanë 54 ndërmarrje funksionale për çdo një banor, apo Tirana që ka numrin më të lartë 21 ndërmarrje, apo Durrësi që ka 68 ndërmarrje, por kemi edhe zona të cilat kanë një numër të vogël, siç është fjala që bie Klosi me 10 ndërmarrje, apo mund të themi bashkisë si Belçit, të cilat kanë 31 ndërmarrje. Dhe raporti këtu është prapë shumë divers. Ky është një element i rëndësishëm se tregon vitalitetin e ekonomisë në territor. Elementi tjetër është punësimi formal, numri total i njerëzve të cilët janë të punësuar në territor për çdo një banor. Fjala që bie një tregues interesant këtu është që e pam pak më parë, për marr për sërish si shembull Fusharzin, i cili na thotë që ka 147 të punësuar për çdo një banor. E pam pak më parë që për këtyre 147 të punësuarve në total që ka Fusharzi, 62 punojnë në bashki. Që thotë pothuajse gjysma e totalit të njerëzve që punojnë në atë bashki, punojnë, në fakt, janë staf i bashkisë respektive të asaj bashkie. Elementi i tretë është produktiviteti, sa është xhiroja mesatare për të punësuar në territor. Elementi tjetër na tregon pagën mesatare mujore në atë territor. Elementi tjetër na tregon diversitetin ekonomik, sa kompani janë në bujqësi, sa në shërbime, sa në infrastrukturë, sa në sipas sektorëve ndryshme ekonomisë. Ky tregues në tërësi tregon ato që është treguesi i performancës ekonomike të asaj territori. Të gjitha këto bashkë na japin një kombinim për të pasur mundësi për të kuptuar një bashki e caktuar si ka secilin për treguesve. Fjala që bie Puka e ka funksionalitetin e bashkisë 44%, që është kategoria e ulët, e ka masën urbane 22, që është dhe performancë ekonomike 40. Kjo është një hartë e cila na tregon si është kjo situatë për të gjithë Shqipërinë. Elementi tjetër që kemi bërë është kemi vlerësuar forcën gravitacionale, që thotë sa tërheqje ka një bashki në bashkinë fqinje, nga pikërishtimi ekonomik, nga pikërishtimi funksional dhe nga pikërishtimi territorial. Dhe kjo na tregon elementin se si një bashki e caktuar ndikon në bashkitë fqinje nëpërmjet fuqisë që ka të masës urbane dhe ekonomisë dhe mundësinë potenciale të bashkimit. Sërish, këto tregues, që cilët janë të gjithë të ftohtë, janë të gjithë numerik, nuk janë tregues të mjaftueshëm për të vlerësuar konsolidimin e mundshëm bashkive. Pasi kemi vlerësuar dhe dy elementë tjerë. Elementi i parë ka të bëjë me distancën, nga një qendër urbane e cila i ka këto tregues më të mirë, e dyta kemi vlerësuar në që sa ai territor ka një histori social-kulturore, që njerëzit kanë pas histori të ndërveprimit, bashkëpunimit dhe kuptohen me njëri tjetrin, dhe atëherë kemi propozuar potencialisht konsolidime të mundshme, të cilat sjellin rritjen e këtyre treguesve, rritjen e funksionalitetit, rritjen e ekonomisë territor, rritjen e masës urbane, e cila ndikon ke mundësia për të ofruar shërbime, por dhe konsolidimin e këtij territori. E rëndësishmja gjithashtu është themi, kemi propozuar një skemë të re, shumë të rëndësishme, për mënyrën se si organizohet pushteti vendor në Shqipëri.
Nga logjika tanishme bashki, njësi administrative, kalojmë në logjikën bashki, qytet, njësi administrative. Po të vim dhe të shpjegoj një shembull i cili lidhet me Bashkinë e Elbasanit. Sot në situatën ekzistuese ne kemi Bashkinë e Elbasanit me 105.000 banor, Bashkinë e Cerrikut me 25.000 banor dhe Bashkinë e Belqit me 17.000 banor. Nga ana e treguzve, Elbasani ka funksionalitetin e ka ke niveli lart, i mesëm i lart, masën urbane e ka të lartë, performancën ekonomike e ka ke niveli mesëm. Ndërkohë që Cerriku i ka funksionalitetin e ka të mesëm, masën urbane e ka të mesme, ndërkohë që performancën ekonomike e ka të ulët. Belqi ka 2 për këtyre treguzve të ulët dhe funksionalitetin e ka të mesëm. Potencialisht nga bashkimi i tyre, ne shkojmë në një bashki e cila është Bashkia Elbasan, e cila nga ana e treguzve i ka secilin prej treguzve të përmirësuar, sepse përmirësohen nga kohezioni i krijuar mes tyre, por nga ana tjetër kemi një zonë e cila tradicionalisht ka funksionuar në mënyrë unison edhe më parë me njëri tjetrin, është Elbasani është pika natyrore e gravitetit dhe e Cerrikut e Belqit për shërbime, për dentistin, për noterin, për mjekun, për të dalë mazdite, për shkuar në kinema, po teatr, pra dhe elementet sociokulturore të atij territori janë të ndërlidhura me këtë territor dhe por ama këtu ruajmë 3 qytete, qytetin e Elbasanit, qytetin e Cerrikut dhe qytetin e Belqit. Secili prej këtyre qyteteve do vazhdojë të ketë një nënkryetar përgjegjës për secilin territor dhe do të ketë një kuotë proporcionale në Këshillin Bashkiak që krijohet nga kjo bashki e madhe, duke i siguruar përfaqësimin, vijshmërinë e funksionalitetit, ruajtjen e identitetit dhe të gjitha funksionet që sot një banor merr në qytetin e Cerrikut apo në qytetin e Belqit do vazhdojë t'i marrë aty ku i ka marrë gjithmonë. Ai është nënkryetari i përgjegjës për atë territor. Pra nuk është kryetar, është nënkryetar që do të vijojë të ushtrojë detyrën e tij në të njëjtën godinë, në zyrën në të njëjtën zyrë, në të njëjtën godinë. Për Cerrikun. Dhe me cilat kompetenca dhe me cilat funksione, pra çfarë shërbimesh do të marrin, për shembull, qytetarët e Cerrikut. Asnjë shërbim, as edhe një shërbim nuk largohet nga territori. As edhe një, zero. Çdo shërbim që qytetar ka nevojë ta marrë aty, e merr aty. Elementet që konsolidohen dhe nuk largohen janë elementet që kanë të bëjnë me planifikimin buxhetor, që kanë të bëjnë me planifikimin urban, që kanë të bëjnë me planifikimin e zhvillimit ekonomik, që kanë të bëjnë me elementet ligjor, pra zyra ligjore që bën aktet, bën vendime të Këshillit Bashkiak, elementet që janë kontraktual, elementet të cilët qytetari në thelb nuk shkon ke zyra respektive për të parë se si është bërë vendimi i Këshillit Bashkiak. Vendimi i Këshillit Bashkiak është një gjë që bëhet mes Këshillitarit Bashkiak, që do jenë proporcional me zonave, dhe zyrës që harton këto vendime, që zyra juridike. Zyra që harton buxhetin, zyra që koordinon punën me hartimin e projekteve inxhinierike për territorin, zyra që merret me planifikimin e pastrimit të kanaleve kulluese vaditse, do jetë në qendër. Atëherë, jo. Është shumë e rëndësishme të ndajmë dy elemente. Centralizimi në kontekstin e pushtetit vendor është kur një detyrë shkon nga pushteti vendor në pushtetin qendror. Në rastin konkret ne kemi detyra të cilat sot shumica e bashkive nuk i operojnë dot, se nuk kanë arkitektët, inxhinierët, juristët, makinistët, të cilët në vend që mos ndodhin fare, sot ndodhin në një njësi më të madhe të konsoliduar, ku njerëzit kanë mundësi që këto shërbime të ofrohen. Pastrimi i kanalit Kulluz-Vaditës do vazhdojë të ndodhi në Belq, në Cerrik, nga struktura e qytetit. Planifikimi, menaxhimi i një flote të përbashkët mjetesh, planifikimi i kohës kur bëhet, planifikimi i mënyrës se si bëhet, verifikimi që po bëhet siç duhet, do të bëhet nga një njësi e përqendruar. Por ama elementi fizik i punës do ndodhi prapë aty. E njëjta gjë. Pa më fare. Zoti Mazdiku, kam vetëm një... Tani, më falë, kjo është pyetje shumë e saktë. Kemi disa bashki të cilat në fakt pavarësisht treguzve, për arsye të distancës, historikut, kulturës, dhe rasti më tipik këtu, kemi të bëjmë, kthehemi këtu, po merrem rastin e Tropojës. Tropoja i ka të gjitha treguesit në fakt të ulët. Edhe funksionalitetin, dhe masën urbane, dhe performancën ekonomike. Por Tropoja është një territor të tillë gjeografik që nuk ka një bashki afër me madhësinë e mundshme për të absorbuar një tregues tillë. Kemi prap në një rast të ngjashëm, fjalë që bie kemi
Gramshin, i cili pavarësisht se treguesit i ka realisht mirë, por ama prap distanca që ka me Elbasanin është e tillë që bën sens që ajo të vazhdojë të funksionojë në mënyrë të tillë, pavarësisht se në numra, në matematikë të thjeshtë mund të përfituar nga ky bashkim. Por prapë them, ky nuk është një bashkim thjesht matematik, është bashkim historie, kulture, gjitha me radhë, sepse zona e Elbasan, Gramsh dhe Belsh ka funksionuar dhe më parë si një zonë tillë. Siç ka funksionuar dhe më parë, ka pas një ndërveprim midis Feleçbie Librazhdit dhe Prenjasit, apo siç ka pasur tradicionalisht një funksionim midis Memalie dhe Tepelenës. Pra, të gjitha bashkimet janë bashkime të cilat apo Matit dhe Klosit që kanë funksionuar tradicionalisht dhe historikisht bashkë. Është një pyetje, pse nuk do të bashkohet Peqini me Elbasanin, do të bashkohet Belçi me Elbasanin? Thjesht si tregues sepse Peqini pak nga raporti që ju keni bërë të ekspertët, nuk është tek bashki që mund të ketë një status të veçantë. Janë tre elementë, distanca dhe historiku. Pra, teksa treguesit, po distanca, historiku, po dhe kapaciteti përthithës i bashkisë në fjalë. Pra, Peqini ka qenë tradicionalisht rreth dhe më parë, ka pas një funksionalitet autonom më të gjatë, ndërkohë që kur ka funksionuar në mënyrë integrale, Elbasani, Cerriku dhe Belçi kanë një histori të bashkëveprimit dhe ndërveprimit social-kulturor. Pra, ky është një element i cili në shumë raste është marrë parasysh, rast tjetër, Feleçbie, në rastin e Beratit, rasti i Skraparit, që është debatuar dhe shumë, Skrapari ka një popullsi për 10.000 banorësh. Por është një distancë prej është një distancë prej 27 km nga Poliçani dhe është një distancë prej shumë të madhe nga Berati, që është pothuajse dyfishi i kësaj është pothuajse 54 km. Kjo tregon që është e pamundur potencialisht që Skrapari të funksiononte në mënyrë operacionale në një bashkim të mundshëm me Beratin. Dhe pavarësisht se i ka treguesit relativisht të dobët, popullsia është e ulët, se cili prej treguesve që ne kemi këtu na jep tregues funksionalitetesh i mirë, por masa urbane dhe performanca ekonomike janë të ulta, konsolidimi do ishte i palogjikshëm. Ndërkohë që në rastin e Poliçanit, i cili i ka të gjithë treguesit të ulët, masën urbane të ulët, performancën ekonomike shumë të ulët, ke bashkitë me më të ulta, funksionalitetin e ka të mesëm, nga konsolidimi me Beratin, të gjithë treguesit dhe gjithë territori përmirësohen dhe funksionaliteti. Ishte një konsolidim më natyral Poliçani me Skraparin, me Çorovodën sesa me Beratin? Pyetje shumë e drejtë. Çështja është që është njohur historikisht si rrethi i Skraparit, pra Poliçani dhe qyteti i Çorovodës. Pjesërisht e saktë, pjesa e parë është e saktë, pjesa e dytë është e saktë. Dy prej zonave që përbëjnë Poliçanin sot kanë qenë tradicionalisht me Beratin, ndërkohë që vetë Poliçani si qendër ka qenë me Skraparin. Logjika që kemi ndjekur në tërësi është që nuk ndajmë bashki në këtë konsolidim. Bashkitë që kanë funksionuar këto 12 vjet, kur konsolidohen si tëra. Pra nuk kemi ndarë copa bashkisht, sepse kjo do ishte një ushtrim i cili do ta komplikonte një sjellje që njerëzit sot janë mësuar deri diku. Ndërkohë që problemi që kemi është që Poliçani ka 8.000 banor me performancë realisht ulët dhe Skrapari ka 10.000 banor me performancë ulët. Duke bashkuar dy zona të cilat janë të dyja me performancë ulët, nuk përfitojmë një zonë me performancë më të mirë. Pra, mekanizmin se si... Po ndoshta po të bashkonin fuqi, do të kishin performancë. Nuk na e tregojnë të treguesit, do ishim prapë me numër të vogël popullsie, prapë me pak biznese, prapë me pak kapacitet njerëzor. Pra, treguesit nuk na tregojnë logjikën që ju keni të saktë, që po t'i bashkonim do përfitojmë. Ndërkohë që logjika është që logjika është që bashkimi potencial i Poliçanit me Beratin do t'i sjellë jashtëzakonisht shumë zhvillim Poliçanit. Më shumë burime njerëzore, më shumë financim, më shumë kapacitet për të bërë investime në territor, më shumë projekte që vinë nga BE-ja dhe shpërndahen gjithë territorin. Pra, i ruajmë të gjithë elementet që Poliçani sot ka qytetin, ka logon, ka nënkretarin përgjegjës, ka zyrën aty, merren shërbime aty, por nga ky konsolidim potencial, përfituesi më i madh në fakt, po të shohim vetëm thjesht mënyrën se si ndryshojnë parametrat, është detyrimisht Poliçani, se si kalon nga një strukturë me tregues shumë të ulët, një strukturë e cila i ka të gjithë potencialisht në territorin e vet, të gjithë treguesit e përmirësuar. Shpërndarjen e buxhetit, të ardhurat e veta, sepse të ardhurat që bashkia do t'i marrë, siç do shpërndahen në mënyrë proporcionale brenda territorit.
Një coptim territori dhe krijimin e njësive plotësisht të reja ju e keni bërë. Dhe ky është rasti i Rinasit. Rinasi si njësi administrative i përkiste Krujës, e keni bashkuar me Domjen dhe Bërxullën që i përkiste Vorës, pra keni krijuar një njësi administrative që nuk ekzistonte dhe e keni bashkuar me Tiranën. Ç'është shumë e drejtë, rasti i vetëm në cilin kemi vendosur të propozojmë një ndryshim territorial është rasti i Rinasit, për një arsye cila është kombëtare. Elementi i parë ka të bëjë me faktin që Rinasi është një aset kombëtar, së dyti ka të bëjë me faktin që Tirana është nga pikërishtimi ekonomik përfituesja më e madhe e ekonomisë që Rinasi gjeneron, por nga ana tjetër territori rreth e qark Rinasit, veçanërisht akset e rrugëve që vijnë nga Rinasi drejt Tiranës, që ka nevojë për një mbajtje më të caktuar, pastrim më të madh, nga ana vizuale ka nevojë për një mbajtje më estetike, sepse nuk janë thjesht fytyra e Tiranës, janë fytyra e Shqipërisë për gjithë turizmin, për gjithë ndërkombëtarët, po ideja ishte që vetëm në këtë zonë kemi bërë një diferencë për të dhënë mundësi që atij territori të ekuilibrojmë përfituesin, që është Bashkia Tiranë, me atë që mban kostot për mirëmbajtjen që duhet të jetë po Bashkia Tiranë. Në mënyrë që mos i kërkonim Vorës, Kamzës apo Krujës, secila prej tyre kapte një copë të aeroportit. Aeroporti ishte ndarë në 3 zona të ndryshme që ndanin 1/3 e këtij territori, që të pagonin mirëmbajtjen e këtij territori, kur janë përfituese më pak nga ana e zhvillimit. Pra, ky është një rast specifik që lidhet me një interes kombëtar dhe një çështje specifike që lidhet me mënyrën se si duket Shqipëria në raport me 12 milion turistë që vinë çdo vit dhe më shumë se 70 milion njerëz që kalojnë nga Rinasi çdo vit për të ardhur në gjithë Shqipërinë. Dhe diçka tjetër. Razila, ta lutem, ta bëjmë me pyetje se po ndalëm të gjithë zonat i bie të flasim dhe për vallën e Dejes të gjithë. Nuk po ndalemi të gjitha zonat, po ka çështje specifike. Po. Tani 15 bashki të cilat ju i bashkoni, a është kjo dëshmi që reforma 2014-s dështoi të paktën në këto 15 bashki? Dhe mund të më japësh një rast konkret për shembull me çështjen e Vallut të Dejes, pse Vallu i Dejes nuk është bashkuar? Se e nisa dhe nga pyetja e Fiorelës, pse Peqini jo dhe pse Vallu i Dejes jo dhe janë disa bashki të tjera. A ka këtu qëllime të mirëfillta politike, sepse në një pjesë të madhe të bashkive, nëse shef rezultatin zgjedhor të 2023-shit, diferenca mes votës së Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike është shumë e ulët. Çka do thotë që rezultati dhe mund përmbyset për opozitën apo mund të jetë në favor të PS-s. Është amencim i votës që kanë nxjerrë 2023. Është amencim. Numrat janë të saktë, po flas për të ardhmen se nuk e dim se si do të jetë vota. A keni pasur faktorin politik ju në disa bashki të caktuara? Mund të t'i përmend edhe me emra cilat janë bashkit. Unë po them absolutisht jo. Elementi politik është një element i cili nuk është fut fare në këtë diskutim. Partia Socialiste sot ka 55 nga 61 bashki të vendit. Nuk e ndikon fare ndryshimin e rezultatit për Socialiste në nivel kombëtar se si lëvizjes për kryer bashkive. Po ta shikoni në mënyrë shumë të qartë dhe sinqertë, është shumë e qartë që këtu kemi të bëjmë me një synim për të përmirësuar në mënyrë maksimale eficiencën e funksionalitetit të kryer bashkive. Sot Elbasanin, po e marr si shembull, Elbasanin, Sërrikun dhe Belshin i administron Partia Socialiste. Në zgjedhjet e fundit Partia Socialiste ka marrë rezultatin mbi 56-57% secilin prej tyre. Nuk ka asnjë ndikim elektoral. Por ama bashkimi potencial i këtyre në Belsh ka ndikim elektoral sepse është diferenca është 59 vota. Diferenca është e tillë. Jeni 20 mbrapa. Në zgjedhjet e fundit Partia Socialiste për vendoret e 2020. Në zgjedhjet e 25-s Partia Socialiste në Bashkinë Belsh ka 56.7% votës. Pra 56% votës. Dhe ka një avantazh në zgaboj 13-14.000 vota prej 2.000 votash me kundërshtarët. Që do thotë nuk ka lidhje fare kjo histori. Diskutimi i elektoral është irrelevant, nuk ka fare asnjë ndikim. Çështja është që po flasim në mënyrë sistematike për mënyrën se si qytetarët e këtij territori mund të marrin shërbime, mund të bëjnë projekte, mund të hartojnë. Është shumë e thjeshtë kur neve kemi nevojë për të bërë një planifikim të një rruge, një kanali Kulluzvaditës, një plan i menaxhimit mbetjesh, një plan i menaxhimit infrastrukturë arsimore, kemi nevojë për kapacitete, kemi nevojë për njerëz, kemi nevojë për financa. Dhe këto nuk bëhen dot në një zonë e cila ka 4400 veta staf gjithë e gjithë. Është e pamundur. Është parë sot shumica e bashkive, gjysma e bashkive nuk ofrojnë dot më shumë se gjysmën e funksioneve që ligji i cakton.
Dhe ky është thelbi, qëllimi i Partisë Socialiste në mënyrë sistematike që ata janë gjithë qytetarët e Shqipërisë, kanë nevojë të marrin shërbim në mënyrë horizontale, funksionale dhe ne duhet t'i japim bashkisë mekanizmin se si ato ta bëjnë këtë punë. Çdo alternativë tjetër do kërkonte gjithmonë një gjë, më pak funksione, se nuk i bëjnë, po që e vogël nuk e bën dot funksionin. Ndërkohë që ky mekanizëm është më e mira e të dy botëve. Kemi realizuar maksimalisht nëpërmjet konceptit të konsolidimit funksionalitetin dhe nëpërmjet konceptit të qyteteve mbajmë funksionin afër njerëzve, mbajmë përfaqësim operacional, mbajmë strukturë operacionale të shtuar madje, sepse çfarë nuk është raportuar mjaftueshëm është që nivel koncepti i qyteteve shtohet në mënyrë sistematike, jo thjesht në zonën ku bëjmë konsolidim, por edhe në zonën ku nuk ka konsolidim. Bashkia e Krujës nuk i ndron territorin me përjashtim të pak kilometrave katror të Rinasit, por Bashkia e Krujës do të ketë qytetin Krujë dhe qytetin Fushkruj. Bashkia e Mirditës pavarësisht debateve nuk ndryshoi sepse nuk kishte si ndryshonte, nuk kishte me këtu bashkoj apo se si funksiononte pavarësisht që parametrat dhe debati i parametrave të Mirditës ishte janë masa urbane është e ulët, performanca ekonomike është e ulët. Por ama sot Mirdita ka qytetin Rëshen dhe qytetin Rubik. Ne nuk mund të shehim faktet që të dhënat janë këto që janë, por ama kur bëhet analiza e ndërveprimit, kuptohet që Mirdita është shumë larg në distancë të tjera pas mundësisë të ndodhi bashkimi, pavarësisht kaos politik që është, por ama për të çuar dhe atje logjikën e bashki, qytet, njësi administrative, kemi krijuar, propozuar krijimin e qytetit të Rëshenit dhe qytetit Rubikut, që kanë qenë dhe qytetet tradicionale, duke i dhënë atje më shumë autonomi funksionale, më shumë përfaqësim territor dhe kuota përfaqësimi në Këshillin Bashkiak. Zoti Mazniku, vetëm për të na shpjeguar, pse Vaudes nuk është bashkuar me Shkodrën, ndërkohë Puka me Fushazin? Domethënë pse na trego për sa i përket plotësimit të kritereve, se largësia edhe në hartë Vaudes e ka në kufi gjithkohës Shkodrën, kështu që edhe Fushazi është pothuajse e njëjta gjë. Kriteret, në çfarë kritere është marrë vendimi për njërin dhe nuk është marrë vendimi për tjetrën? Duke bazuar vetëm te kriteret. Patjetër, unë ju thash në fillim, kriteret janë 3 që unë i tregova. Përveç këtyre 3 kriterëve kemi marrë dhe 2 elementë tjerë, që është distanca nga të gjitha pikat e territorit drejt qendrës urbane, e cila duket si afër, por nuk është aq afër, dhe dyta ka të bëjë dhe me ndërveprimin e një zone caktuar. Hasi, po marr si shembull, për çështje vlen një argument, si ka Hasi atje, pavarësisht se jo, pa, njësoj, njëti argument që Hasi vlen dhe për Vaun e Dejes. Njësoj si Hasi, pavarësisht se i ka parametrat të jo shumë mirë, i ka të ngjashëm me Vaun e Dejes, distancën nga Kuksi e ka gjithashtu të ngjashme, por ama nga diskutimi që është bërë në territor nga zonave, kjo është një element i cili ndërveprimi social-kulturor është i tillë i cili është gjykuar në këtë mënyrë dhe gjykimi ka qenë si në të gjitha rastet i nisur nga si bëhet mirë njerëzve të atij territori, nga kombinimi i 3 treguesve që janë tregues të fortë, nga distanca dhe nga historiku social-kulturor. Kriteret e Vaut të Dejes, ku ndryshojnë? Do të japësh një shembull? Pse s'u bë Vau Dejes së bashkë me Unë besoj që domethënë pyetjen mund të është me gjithmonë, por unë e thash përgjigjen sa nëse është e njëjta pyetje e bërë edhe një herë. Atëherë e bën 3 herë, por nuk e morën përgjigjen e saktë për rastin e Vaut. Morë përgjigjen që unë përgjigjen time e dhash dhe besoj që dhash në mënyrë rezervative dhe me numra. Jo, ka element politik në rastin e Vaut. Jo, absolutisht jo. Unë e thash, mund ta përjashtoni qetësisht argumentin politik nga çdo njësi. Por nuk më vat një përgjigje fikse për shqetësimin e kolegeve, kështu që mua do më duhet edhe një herë ta përsërisë t'ju kërkojmë një përgjigje për çfarë kritere ndodhi kjo gjë, pra Vaudes nuk u bashkua. Pra nuk mund të shkojë në pyetje tjetër pa marrë përgjigje për këtë. Përgjigja që unë kam thënë është kemi 3 kritere të cilat janë teknike dhe kemi 2 kritere të tjera që janë distanca dhe elementi social-kulturor. Bashkuar në këto 3 kritere, për të njëjtën arsye që nuk është bashkuar Tropoja me askënd, për të njëjtën arsye që nuk është bashkuar Hasi me askënd, për të njëjtën arsye që nuk është bashkuar Kurbini me askënd, që i ka parametra të ngjashëm, nuk është bashkuar Vaudes me askënd. Pra kjo është përgjigje. Prap nuk ka vetëm përgjigje se në këtë rast largësia që është përdorur te Tropoja nuk është përdorur atje. Por unë po kaloj në një temë tjetër. Ju thotë që nuk mund të bëni decentralizim të pushtetit vendor në këto bashki duke ju referuar kapaciteteve. Pra këto bashkit nuk kanë kapacitete. Po nuk ka qenë pushteti shëndror që i ka heshur këto kapacitete bashkive duke u heshur udhësjellësat, duke u heshur lejet e ndërtimit dhe në një kohë kur në fakt Bashkimi Evropian i referohem dhe një raporti të Këshillit të Evropës na kërkon që ne
t'ju shtojmë kompetenca bashkive, ajo çfarë bën mazhoranca në këtë rast është që merret me shkrirje apo bashkime bashkish, por jo me atë që është thelbi që të shtohen kompetenca dhe të arrihet një decentralizim i këtij pushteti. Tani, për ta qartësuar se shumë e rëndësishme pyetja që ngrihet këtu për publikun. Kapacitetet dhe funksionet janë dy gjëra ndryshme. Nuk janë lëvizur funksione dhe kapacitete. Janë lëvizur funksionet disa herë, ose janë konsoliduar pra funksione, sepse nuk kishin kapacitetet për të ofruar shërbimin. Pra pyetja është, do ta lëmi zonë pa ujë, sepse ajo territor se ka kapacitetin për të ofruar shërbimin, apo do bëjmë 5-6 bashki bashkë që ta ofrojnë shërbimin më mirë. Pra kapacitetet nuk largohen nga funksionet. Kapacitetet o janë ose janë. Një bashki o i ka mundësi financiare, o i ka njerëzit, dhe këto as nuk i shton, as nuk i heq qeveria. Çështja është që çdo njeri i cili mendon dhe ka eksperiencë këtë punë, mund të thotë një gjë. Një bashki me 4400 veta nuk ka dot edhe urbanistë, se janë 4400 veta, nga cilët gjysma janë nën 14 vjeç dhe gjysma janë mbi 65. Nuk ka dot dhe urbanistë, dhe inxhinier, dhe arkitekt, dhe punonjës social, dhe inxhinier hidro për ujin dhe mirëmbajtës digash. Sepse këto funksione nuk kanë të bëjnë me funksionin se ata me ligj funksionin. Ka të bëjë me a i ka kjo bashki paratë mjaftueshme, njerëz dhe mjaftueshëm, të aftë mjaftueshëm, me profesionet e caktuara për t'i ushtruar këto funksione. Po paratë u morët ju në momentin që u keni marrë risjesën, në momentin që u keni marrë ato ndërtimet, një pjesë kjo është e pavërtetë. Kjo është të dyja kanë të pavërteta. Pra spari, asnjë para nuk ish marrë bashkive, përkundrazi, totali i shpenzimeve që bashkitë sot kanë, si nga granti i qeverisë, si nga tarët e veta, ka shkuar nga 2% në 3.5% GDP-s. Pra është rritur gati me 80-90%. Jo vetëm si masë, se është rritur më shumë, rritur po thosë 2.3-2.4 herë si volum, po dhe si peshë e GDP-s është rritur. Pra sasia që bashkitë kanë sot në dispozicion dhe si pjesë e ekonomisë është shumë herë më madhe se çka qenë. Së dyti, çdo qindark që gjenerohet nga letët e ndërtimit shkon ke bashkitë. Është e pavërtetë që shkon ke bashkitë qindark për qindark, 8%, 4%, 6% që është taksa ndikimit infrastrukturë, në të gjitha rastet shkon ke bashkitë qindark. Të ardhurat e ujit nuk janë të ardhurat që shkojnë bashkitë, sepse ndahen logjika e taksave dhe tarifave. Njerëzit pagojnë për çmimin e ujit dhe nuk shkon ke bashkia, shkon ke një kompani sot ku bashkia është bashkëpronare. Nuk i ka lëviz bashkisë asnjë qindark, përkundrazi, bashkitë në mënyrë sistematike, bashki marrin sot shumë herë më të ardhurës se ç'merrshin para një viti, 2 vjetësh, 5 vjetësh, 10 vjetësh apo 12 vjetësh. Pra, nuk kemi të bëjmë me një problem të ardhurës. A kemi ne nevojë? Pse nuk i gjejmë dot kapacitetet pastaj kur nuk kemi problem të ardhurës? Se është e vogël, se çështja është që në 4400 veta, kushdo të shkojë atje, në 4400 nuk ka dot edhe inxhinier, dhe jurist, dhe arkitekt, dhe urbanist, dhe mekanik, edhe... Nëse ky është problemi gjithë Shqipërisë, kam përshtypjen, kjo ikja e profesionistëve, nuk është vetëm në qytetet vogla. Jo, nuk është problemi gjithë Shqipërisë. Ky është një problem i të gjithë Evropës dhe të gjithë botës në lëvizjen e njerëzve nga zona urbane, nga zona periurbane, nga zona qyteza dhe zona rurale, drejt zonave të mëdha urbane. Pra, të njëjtin problem kanë shumë zona të shumë. Por ky është një diskutim i cili duhet bërë, element demografik, por elementi kryesor është ne na duhet që bashkia e re e Pukës dhe Fusharzit të ketë një strukturë me inxhinier, me jurist, me financier, me punonjës social, që t'i ofrojnë shërbime në gjithë territorin, planifikojnë shërbime në gjithë territorin, planifikojnë si të rreqin financimin nga Bashkimi Evropian, si bën më konkurrues në zhvillimin ekonomik territorit tyre, ndërkohë që shërbimi si shërbim të ofrohet në qytetin e Fusharzit apo qytetin e Pukës. Dhe shkurtimin dhe këtu se shumë e rëndësishme, që ta kuptoj njerëzit, duke qenë se nuk shpritur mirë në bashkitë e vogla, shpritur me protesta, vendimin që keni marrë. Do ketë shkurtimet vendeve të punës. Pra ju sollet për një shembull të Fusharzit dhe të Lezhës, në mos gaboj, për numër banorësh, se sa kishte punonjës. Keni një studim ose keni shifra se nëse do ketë një shkurtim të vendet punë, apo këta njerëz do të shkojnë, do të punojnë në bashkinë MÖM, nëse mund ta quajnë. Duhet ndajmë, ka ndarë në mënyrë specifike dhe kur ja shpjegova pak më parë, ato që quhen aparati nga ato që quhen shërbimet. Aparati është juristi i bashkisë, urbanisti, inxhinieri, financieri i bashkisë. Aparatet bashkohen se do të kryejnë një funksion për një territor më të madh. Shërbimet, jo vetëm që s'do preken, po unë besoj shumë fort që shërbimet ne do të shtojmë. Nëse ne themi që kota e zjarrfikseve për çdo 1000 banor ne kemi në nivelin që ka Bashkimi Evropian, ne duhet ta çojmë atje, që të kemi mjaftueshëm zjarrfikse siç është standardi BE-s.
Nëse normën e edukatorëve për nxënës ne kemi nën Bashkimin Evropian, ne duhet të shtojmë numrin e edukatorëve. Pra, njerëzit që merren me funksione, jo vetëm që televizin, po duhet që në raport me kuotat dhe standardet e shërbimit zjarfikës, e shërbimit qerë dhe kopshte, e pastrimit e gjitha me radhë, ne duhet të çojmë atje ku duhet. Pra do shtohen vende pune, nuk do shkurtohen. Sërish, nuk po them, as nuk do shtohen, as nuk do, unë nuk është përgjigjemi. Përgjigjemi po them, aparatet do konsolidohen, ne do kemi puka dhe fusharës do ketë një zyrë urbanistike, një zyrë finance, një zyrë ligjore, ku do vlerësojnë ata vetë me këshillimin e tyre bashkiak, me kryetarin e tyre sa vetë ai duhen dhe duhet i marrin nga gjithë territori. Dhe ndërkohë që shërbimet e pastrimit e kanaleve kuruse vaditse, e qerë dhe kopshteve në fusharës do ofrohen fusharës, ato në puk dhe do koordinohen nga njësitë respektive administrative. Nuk kemi lëvizje të stafeve funksionale të shërbimeve dhe kemi konsolidim të stafeve të aparateve. Dhe diçka tjetër ndjes kolegëve. Ju në momentin që thatë që ne jemi konsultuar, le them me qytetarët, në këto bashki të vogla, siç e përmenda, ka pasur protesta, pra duket sikur në një farë mënyrë nuk i keni dëgjuar njerëzit, por duket sikur nuk keni dëgjuar as zyrtarët dhe përfaqësuesit e partisë tuaj. Ne referohem këtu faktit që dje në Poliçan, kryetari PS-së atje ka dhënë dorëheqjen dhe ndjekur testrat e Partisë Socialiste. Pyetja ime është me kë keni bërë ju këtë reformë, kur nuk keni dëgjuar njerëzit dhe anëtarët e partisë tuaj? Dhe pyetja jote është përgjigje shumë mirë dhe për pyetjen që u bë pak përpara, që është treguesi më i mirë që Partia Socialiste dhe grupi deputetëve anëtar të komisionit nuk janë nisur në këtë reformë nga interesi i ofiqarëve të një bashkie apo një tjetre, por janë nisur nga interesi i qytetarëve të territorit. Si ofrojnë më mirë qerë dhe kopshet, si pastrojnë më mirë kanetet kuruse vaditse, si i shkon më shumë ujë, si i pastrohet territori më mirë, si i shtrojnë më shumë rrugë. Dhe interesi jon kur e kemi ndërtuar këtë gjë, lidhur dhe me përgjigjen e parashme për politikë, është qartësisht nuk ka qenë politika shqetësimi ynë dhe rasti që ju përmendët është rasti më i qartë që e sqaron këtë punë. Interesi ynë ka qenë si e bëjmë. Po me kë jeni konsultuar, se qytetarët një pjesë për refuzojnë. Sfari kemi bërë 3 elementë. Sfari, siç dhe ju e keni ndjekur, kemi bërë një seri dëgjesash si komision në gjithë territorin, kemi bërë një analizë numerike dhe funksionale, dhe streti, siç dhe kam shpjeguar në dokumentin bashkangjitur me dokumentin që është dorëzuar dje Kuvendit, draft ligji bashkë me hartën, bashkë me relacionin shpjegues, i ka shkuar qytje dhe sot vijon të shpërndahet të gjithë bashkive të vendit, dhe cilat kanë një periudhë 6 ditore për të sjellur opinionin e tyre, si këshill bashkiak, si kryetar dhe bashkë me mendimin e popullatës. Dhe ky vendim do të merret nga Kuvendi në një proces ligjor gjatë muajit shtator. Nga Kuvendi apo nga Partia Socialiste, sepse po shkoni me një draft të njëanshëm? Do të merret nga Kuvendi, nga institucioni. Nga mazhoranca në Kuvend. Do të merret nga institucioni që Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e ka institucionin vendimarrës për këtë çështje. Pra, Kushtetuta thotë, ky vendim merret nga Kuvendi i Shqipërisë. Zoti Mazniku. Një pyetje që besoj ka interes shumë të madh. Shumë prej bashkive që janë shkrirë edhe për shkak performancës ulët ekonomike, siç thatë ju, disa prej cilave kanë edhe shumë borxhe. Çfarë do të ndodhë me borxhet që kanë këto bashki që shkrihen? Pra do të falen siç ka ndodhur në reformën e para 10 viteve, apo do t'i kalojnë, do duhet t'i shlyejë bashkia e re, bashkia më e madhe tashmë? S'pare është e rëndësishme të shpjegojmë që situata tërësore e borxheve, se e gjë që raportohet rregullisht, është shumë herë më pak problematike se ne kemi 4-5 bashki që kanë borxhe në niveli 5, 6, 7, 8, 9% i totalit buxhetit tyre. Kemi 2 bashki që kanë pak rreth 10, 15, 20% të totalit buxhetit tyre. Në të gjitha rastet, problemi i borxheve të bashkive nuk është një çështje e cila është mjaftueshme e madhe që të impaktojë buxhetin e bashkisë, qoftë asaj që është sot, qoftë atyre që bashkohen. Dhe padyshim që pjesë e elementit të diskutimit që do ndodhi gjatë muajit shtator me qeverinë shqiptare, një kopje e propozimit i ka shkuar dhe qeverisë dhe sipas ligjit 139, neni 89/19, një kopje e këtij propozimi i shkon qeverisë dhe Këshilli i Ministrave do duhet të shprehet gjithashtu për këtë propozim gjatë muajit shtator, në mënyrë që aty do të vlerësojmë dhe elemente e konsolidimit fiskal. Zoti Mazniku, nëse Fusharzi dhe Puka, po i marrë 2 bashki që i keni bashkuar, nuk kanë kapacitete njerëzore, nuk kanë inxhinier, nuk kanë nëse i bashkon 2 bashki që s'kan, ku do i gjenë kur të bashkohen? Atëre, pyetje shumë e drejtë. Teksa unë e bëra këtë argument dhe pak më parë dhe thash që në disa raste bashkimi i 2 bashkive me kapacitet ulta nuk e përmirëson detyrimisht
situatën. Në disa raste situata nuk ka një alternativë. Pra, çështja është Puka dhe Fusharzi kanë dy alternativa, o do rinë si cilën vete, ose sepse nuk kanë një njësi e cila i ka performancën mirë afër, dhe që kanë dhe dy elemente tjerë që përmenda, distancën dhe elementin social kulturor. Ndërkohë që tradicionalisht kanë qenë bashkë dhe treguesit na thonë që në qoftë se neve shkojmë tek elementi i ri, bashkit sot janë, kur janë veç e veç, janë e ullët, shumë e ullët është Puka, Fusharzi është i ullët, shumë i ullët, në elementin e bashkimit, këta nuk bëhen super mirë, por kanë një përmirësim marginal të numrave, midis dy alternativave, o të rinë vetëm dhe të jenë në një situatë me numra shumë vegjël dhe me pamundësi, dhe një bashkimit mundshëm, është opsioni më i mirë brenda realitetit. Kjo është sërish përgjigje për sepse ndërlidhja e rrugëve me Mirditën nuk është e tillë. Pra çështja është se cila prej tyre nga ana e rrugës lidhet fillimisht në Shkodër, nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Për supozimin në të gjitha rastet të kenë mundësi që lidhja primare organike të jetë me njëra tjetrën. Përveç Tiranës, a ka ndonjë bashki tjetër ndryshim territori? Jo, asnjë bashki tjetër s'ka ndryshim territori, në përshtim rasti Tiranës, që ne shpjegova, bëhet për një arsye të një interesi kombëtar dhe një krijimi një raporti drejt midis kostove që ka mirëmbajtja e atij territori, në mënyrën siç duhet, jo thjesht për Tiranën, por për gjithë Shqipërinë dhe mundësisë për të afruar Shqipërinë. Pse keni vendosur që ta sillni një strukturë me 3 nivele? Keni sjellë shtatë të një bashki dhe me çfarë kriterësh keni shtuar 10 bashki, 10 qytete të tjera? Dhe brenda kësaj pyetje, nëse keni lënë qytete që kanë, pse nuk i lat pushtetin në qytet, pavarësisht detyrimit që ka Shqipëria për bashkitë minoritare dhe në rrugën e B-s? Me që disa qytete i keni lënë, pushteti ka të gjithë treguesit shumë të ullët. Ti ndajmë pyetjen në dy. Po thjesht pushtetin nëse keni lënë qytetet. Po, faleminderit. Ti ndajmë në dy. Pyetja e parë. Pse dhe si janë krijuar qytetet? Arsyeja është për të krijuar një ekuilibër të mirë midis eficiencës, që ishte një ndër objektivat që ne kishim, të krijojmë bashki më eficiente, me më shumë kapacitet njerëzore, me përqendrim financiar, me kapacitete për të ushtruar funksionet që si ushtronin ndryshe, por për të lënë gjithashtu elementin e përfaqësimit identitar, që njerëzit thonë që ne në territorin ton jemi nga Klosi, nuk na ndron asgjë. Do shkojmë po ke zyra Klosit, do kemi njëri, do kemi flamurin e qytetit, sistemin e qytetit, funksionalitetin e përditshëm, një kod përfaqësimi në Këshillin Bashkiak Përbashkët. Pra ky mekanizëm krijon ekuilibrin midis eficiencës dhe afërsisë të shërbimit, dhe kjo është logjika pse kemi propozuar këtë element me 3 nivele, ndërkohë që për pjesa dytë është ne kemi marrë një vendim, i cili është vijimësi vendimit marrë në 2014, që bashkitë të cilat janë minoritare të vazhdojnë të mbajnë këtë funksion edhe në raport në detyrimet që ne kemi si me konventën autonomie vendore, ashtu dhe detyrimet që ne kemi në raport me ligjin për minoritetet apo dhe raportin që kemi me Bashkimin Evropian. Zoti Maziku, edhe një pyetje sa i takon përfaqësimit proporcional që thatë se do të kenë këto zona. Pra, kur të shkojnë në zgjedhje, qytetarët e qytetit të Cerrikut tashmë nuk do të jetë më një bashki, do duhet votojnë për këshilltarët që do t'i përfaqësojnë në Këshillin Bashkiak të Elbasanit në një listë të veçantë apo jo. Dhe kjo kërkon? Jo. Si do bëhet pra përfaqësimi proporcional? Sot në këtë ligj neve propozojmë detyrimin që përfaqësimi të jetë proporcional. Në kodin elektoral do duhet të caktohet mekanizmi se si realizohet përfaqësimi. Synimi dhe ky është një ligj i cili rregullon hartën. Pra nuk merret me mënyrën si funksionon zgjedhja. Atë e cakton kodi zgjedhor. Por ama ligji ka propozimi i draft ligjit cakton parimin e proporcionalitetit, e ruajtjes së proporcionalitetit mes qyteteve përbërëse të bashkisë. Mënyra se si do funksionojë kjo do duhet të jetë një diskutim që kolegët tanë që merren me kodin zgjedhor ta zgjidhin në atë gjë, sepse është element teknik që do të caktohet si do bëhet lista, si do jenë njerëzit, do jetë një në kaq, lista të hapura. Nuk ka rëndësi, kjo është një vendim i cili do jetë një diskutim tjetër. Ne kemi detyrë në këtë element që themi do t'i ruajmë qyteteve proporcionalitetin në bashkinë e krijuar. Ndërkohë që pyetja juaj na çon dhe një pikë tjetër shumë e rëndësishme. Elementi i reformës administrative territoriale nuk mbaron me këtë hartë. Harta cakton vetëm një ndër 4 elemente që ne duhet zgjidhim. Harta është elementi i parë, i domosdoshëm në mënyrë që të kapim afatin e lajmërimit zgjedhjeve në nëntorin e këtij viti, në mënyrë për zgjedhjet e majit të vitit tjetër, por ama 3 elementet e tjerë. I pari që ka të bëjë me kompetencat. Pra, çfarë kompetencash kanë bashkitë? Çfarë kompetencash kanë qytetet?
si do funksionoj në mënyrë përditshme bashkia, që është ligji 139 për funksionimin e pushtetit vendor. Ne kemi akoma dhe një vit kohë për të punuar mbi të. Ligji për financat vendore, për mënyrën se si financohen bashkitë, për mënyrën se si jepet granti, për raportin midis ekualizimit ose nevojës për të dhënë më shumë para atyre bashkive që pavarësisht situatës nuk kanë situatën ekonomike mjaftueshëm të mirë, dhe si funksionon ky ekualizim, që është ligji për financat vendore dhe mekanizma se si bashkitë gjenerojnë të ardhura vetë, është elementi i dytë, dhe elementi i tretë është rajonalizimi. Koncepti i krijimit të rajoneve funksionale në të cilat një sipërfaqe e madhe e Shqipërisë ndërvepron si elementi pushtetit vendor për vendosur bashkarisht strategji zhvillimi ekonomik, infrastrukturor apo mënyrën se si zhvillohet ai territor, këto tre element, kompetencat, financat dhe analizimi, ne do vazhdojmë punën edhe një vit tërë deri në verën e vitit që vjen 2027-s, në mënyrë që këto të futen në fuqi bashkë me hyrjen në detyrë të kryetarëve të ri në vjeshtën e vitit që vjen. Zoti Mazdiku, po a kanë të drejtë qytetarët e këtyre bashkive që do të preken, që të jenë të pakënaqur ose ndoshta edhe të pabindur pavarësisht të argumentave që ju nxirrni, të pranojnë hartën e re territoriale, për sa kohë nuk dinë kompetencat, funksionet që do të kenë këto njësi të reja administrative që do të jenë qytetet? Nuk futemi një situatë bosh. Ne kemi një ligj, kemi një element financiar, pra nuk se po hymë një situatë bosh. Ligji sot për kompetencat është, ligji për financat është, pra këto janë element që janë. Ne do kemi nevojë të bëjmë përmirësime, dhe këto janë përmirësime të cilat mund ndodhin në fakt në çdo moment. Këto janë përmirësime që nuk lidhen me mandatin e zgjedhur, as me mandatin e këshillit, as me mandatin e kryetarit. Në vimësi mund të ketë me amendimet një kompetence, një funksione gjithë më radhë. Në këtë moment, duke qenë se ne jemi duke bërë një rishikim të tërësor të mekanizmit, dhe si të dhoj e thash sërish, objektivi ynë ideal, i cili është shkruar që në momentin që është krijuar komisioni, ishte që gjatë këtij periudhe nëntëmujore të bënim edhe hartën, edhe kompetencat dhe financat. Por prej 4 muajve fillimisht që na mori opozita duke mos ardhur fare. Prej zvarritjes sistematike të mbledhjeve, smundemi sot se kemi meeting, smundemi nesër se kemi këtë gjë që janë të gjitha dokumentuara dhe ju e keni ndjekur se keni qenë grup që keni ndjekur në mënyrë të vazhdueshme reformën, e solli që u bë pamundur kjo gjë. Dhe ne ishim para dy zgjidhjesh. Ose do bëj reforma fare, ose do bëjmë tani hartën se kemi elementin e datës zgjedhjeve dhe mandatet e reja, dhe më pas të kemi mundësi që të bëjmë kompetencat, financat dhe rajonalizimin. Nëse nuk do ishte bërë kjo, nuk do t'i hapnim rrugën vetes për të pasur mundësinë që të flasim për më shumë decentralizim, që të flasim për më shumë financa vendore, pasi ngecim ke problemi i bashkive, të cilat nga madhësia e tyre ishin në pamundësi reale për të tërhequr më shumë kompetenca apo financim. Zoti Mazniku, duke qenë se propozimi juaj do të shkojë tek gjithë bashkitë dhe tek këshillat bashkiake. Nëse këshillat bashkiake, ku ju keni shumicën, shprehin vullnetin dhe qëndrimin e tyre që nuk duan të bashkohen me këto bashki, ju do ta merrni në konsiderat këtë? Përgjigjja juaj ka shumë në qoftëse, të cilat unë besoj që nuk vlen. Është fakt se ka shumë bashki të cilat e kanë kundërshtuar. Ka në qoftëse të ndryshme. Ne kemi reflektuar në këtë propozim një seri elementësh që erdhën nga dëgjesat që u bën bashkarisht. Elementi i ndarjes në 3 nivele, bashki, qytete dhe njësi administrative, është pjesë e diskutimeve që ne vlerësuam që duhet ndodhte, si lloj diskutimeve që bëm me njerëz në gjithë territorin. Që do thotë Komisioni, Parlamenti i Shqipërisë, maxhoranca ka dhënë mjaftueshëm prova që është e gatshme me të gjithë aktorët e mundshëm, përfshi dhe vetë opozitën, të hyjë në diskutim kur kjo shkon në të mirë të qytetarëve dhe të mirë të menaxhimit dhe administrimit të territorit. Dhe besoj që kjo do vlej edhe për këshillat bashkiake, edhe për kryetarët e bashkive, madje unë mendoj që kjo vlen ende dhe për opozitën. Pavarësisht tentativës së shkuar në drejtim të caktuar, unë besoj që ky propozim që ne kemi sot, me konsolidim të bashkive nga njëra anë dhe me pasjen e më shumë qyteteve si ente funksionale në territor, ku sigurohet përfaqësimi, ku sigurohet menaxhimi, ofrimi i shërbimeve të përditshme, është një bazë e mirë për ta kthyer këtë reformë në një reformë që mund të jetë potencialisht konsensuale dhe cila shkon vetëm në drejtimin e mirës vendit. Zoti Mazniku, në dëgjesat që keni zhvilluar, ju duket që keni marrë në konsiderat vetëm kërkesat apo simpatitë e votuesve të Partisë Socialiste, sepse në dëgjesa ka patur dhe ankesa nga ata që mund njihen votues të Partisë Demokratike, ose ish kryebashkiak të kohëve të mëparshme, ish kryekomunal që kanë qenë kundër ngushtimit të numrit të bashkiveve dhe ka qenë
zgjerimit, pra më shumë bashki. Pra ju keni marrë vetëm njërën kolon keni studiuar, ata që ju përshtatë kriteri situar, ndërsa atë që kërkon opozita, ju nuk e keni marrë në konsiderat. Mënyra si funksionon demokracia në të gjithë vendet e botës dhe koncepti i demokracisë është që jepen opinionet, jepen diskutimet dhe në fund duhet marrë një vendim. Është e pamundur të merrni një vendim që dhe të konsolidonin dhe të ndanin bashki. Ky nuk si ndodh fizikisht vendimi që të merren të dy mendimet para për. Nëse ka dy mendime të kundërta, në atë moment Zoti Mazdiku, ju nuk bëti referendum për të kuptuar qëndrimin e vërtetë të qytetarëve. Ju bët disa dëgjesa në të cilët nuk ishin të ftuar të gjithë qytetarët. Madje keni qarkun e Tiranës, për të cilin nuk zhvilluat asnjë dëgjes. Dhe kjo ndodhi për arsye sepse i kemi propozuar antarëve të opozitës 5 data të ndryshme për të bërë dëgjes në Tiranë. 5. Dhe janë këto me dokumenta. Data kjo, jo nuk mundemi se s'është një deputet, jo s'mundemi se është deputetar, jo s'mundemi se kemi konvent në partisë, jo s'mundemi se kemi këtë punë. Pra kemi dhënë opozitës 5 data dhe në mbledhje në komision këtu, në cilat dhe në fund ditës ne ishim para një situate, e them sërish, o të mos ndodhte reforma ose ta çonim kalendar greke. Nëse ktheheni në fjalimin e parë të ditës që është konstituuar komisioni, ka një fjalim timi ku unë them, ka një agjendë nga ana e opozitës për ta prish produktin nëpërmjet shtyrjes afateve, që ta djegi. Dhe e kam thënë, ju lutem mos shkojmë në atë rrugë, sepse unë jam i fundit që do doja që ne të shkonim këtu me propozim të njëanshëm. Por Partia Socialiste, majoranca ka një përgjegjësi ndaj qytetarëve të këtij vendi. Dhe kjo përgjegjësi është që atyre t'i ofrohen shërbime, t'i shkoj rruga, t'i shkoj drita, t'i shkoj uji, t'i pastrohet qyteti, t'i kenë mundësi të përfitojnë më shumë të ardhura nga Bashkimi Evropian për të përmirësuar territorin e tyre. Dhe kjo është objektivi jon, kjo është agjenda jon, kjo është detyra që na ka dhënë qytetarët shqiptarë në nëpërmjet mandatit që ka dhënë Partia Socialiste. Dhe ne do qëndrojmë besnik këtij mandati. Do të ndalesha në dy çështje të ndryshme. Spari përsa i përket asaj të parës që e nisi që në kryet herës me paritetin dhe bashkëkryesimin që ju dha opozitës, por në kuadër të kësaj një nga kriteret në thonjza apo dakordësit me opozitën për të ullur pas 4 muajsh mungesë në komision, ishte dhe dakordësia, le themi, në parim për t'i dërguar kërkesë Kongresit të autoriteteve vendore për të qenë pjesë, le themi, me mendim për ndarjen e re administrative. Së pari, a ka patur një kërkesë nga ana e zotit Boçi si bashkëkryetari juaj, dhe nëse s'ka patur nga ai, a nuk nuk e patë të udhës ndoshta dhe ju vetë t'i dërgonit një kërkesë Kongresit të autoriteteve vendore për të qenë pjesë me mendim? Dhe s'dyti, nëse s'dyti, përveç Kijes që ka shpreh kundërshtim lidhur me këtë për shkak të decentralizimit të pushtetit, kemi edhe një qëndrim të mëhershëm të Bashkimit Evropian, i cili është shprehur që asesi nuk duhet që në kurrizë të cilësisë të vihet, le themi, shpejtësia e miratimit të saj. Cili është qëndrimi në realitet i Partisë Socialiste dhe a do të merren në konsiderat këto dy qëndrime të autoriteteve ndërkombëtare në këtë rast? Te 3 çështje që besojnë të treja shumë të mira dhe kanë nevojë për të adresuar. Spari, Kongresi i Autoriteteve Vendore pranë Kijes bën gjithmonë vlerësime pas një politike. Ka bërë një vlerësim për reformën 2014 dhe janë shumë gatshëm, unë kam komunikuar me ta, që ata të bëjnë një vlerësim pas reformës. Dhe është pjesë e mënyrës se funksionon Kiev. Bën një vlerësim pas reformës, pasi ato gjykojnë që këto reforma janë pjesë e suverenitetit një vendi të caktuar. Dhe gatishmëria e tyre është për të ndihmuar duke bërë një vlerësim pas reformës. E citoni gabim raportin që e lexova me shumë vëmendje të Kijes, i cili ka dalë para një jave dhe i cili është hartuar pa filluar akoma puna e komisionit, i cili thotë, po, duhen më shumë përgjegjësi ndaj pushtetit vendor, duhen më shumë kompetenca ndaj pushtetit vendor, duhen më shumë autonomi financiare ndaj pushtetit vendor. Dhe ne jemi dakord me cilin për pikave dhe ato ja kam një pjesë të atyre pikave, unë jam cituar në raport, ja kam thënë unë atij personi që erdhi në raport. Por ama ne nuk mund të japim më shumë kompetenca një territori i cili ka 4000 banorë dhe s'ka asnjë inxhinier, asnjë arkitekt, asnjë jurist, se nuk e zbaton dot kompetencën. Nuk krijohet dot autonomi vendore, financiare, një territori i cili ka më shumë punësuar në bashki se të punësuar në kompani, sepse s'ka nga mbledhin taksat, se logjika e autonomisë vendore është raporti mes lekëve që jep qeveria dhe lekëve që gjenerojnë vend territor. Nëse s'ka para për gjeneruar në territor, nuk ka dot autonomi financiare. Një territor më i madh ka mundësinë të ketë më shumë kompani, më shumë njerëz dhe të krijojë dhe autonomi financiare të mirëfillt,
të përthithi kompetenca, eksaktësisht ato që kërkon kje, që dhe janë element që lidhen me decentralizimin. Unë jam shumë i bindur për këtë gjë dhe e them për te çdo element politik. E vetmja rrugë për të pasur fuqizim të decentralizimit është nëpërmjet fuqizimit bashkive. Vetëm në qoftë se ne do shkojmë çdo skenar tjetër, partnerët tanë të projektit Bashkitë Forta të qeverisë zviceran dhe suedeze kanë gjithashtu bërë një raport i cili në 4 opsionet që ato sugjerojnë është një opsion i cili thotë të bëjmë bashki më shumë. Ketë më shumë bashki, numër më të madh bashkish. Është propozoni i propozuar nga ato. Çfarë nuk e thot opozita kur e citon, është që thot por të ulen ndjeshëm funksionet që bashkit kanë. Të kenë vetëm 15 funksione, mos kenë 36. Të kenë vetëm funksione bërtham. Ai do ishte kthim brapsh i decentralizimit. Do ishte heqje e funksioneve nga bashkit dhe çuarje drejt nivelit qendror, jo drejt një njësie më të madhe vendore. Në bashkinë e Elbasanit të re, me qytetin Elbasan, Zërik dhe Belq, për buxhetin do vendosin të gjithë qytetarët. Do vendosin të gjithë këshilltarët me kuota përfaqësimi sipas madhësisë tyre. Për mënyrën si bën investimet do vendosin vetë qytetarët, nuk do vendosi një strukturë qeveritare. Nuk kemi të bëjmë me centralizim, kemi të bëjmë me konsolidim në një element ku mund të ofrohet funksioni. Dhe po, keni shumë drejt, Bashkimi Evropian thot në raport midis cilësisë dhe kohës, nuk duhet që këtë lloj. Unë besoj që kemi një produkt i cili nuk e bën këtë përplasje. Por nga ana tjetër, neve nuk i kemi 8 vjet kohë për t'i humbur. Republika e Shqipërisë, qytetarët e Shqipërisë nuk kanë 8 vjet kohë të humbur, sepse Partia Demokratike ka një ditë mitingun, një ditë protestën dhe një ditë janë udhtim diku tjetër jashtë shtetit. Neve jemi përpara një situatë në cilën neve duhet kapim trenin e Bashkimit Evropian, duhet kapim mbylljen e kapitujve, duhet kapim detyrimisht antarësimin tonë Bashkimit Evropian, duhet përfithim financimet që i duhen Shqipërisë për të pasur mundësi që jeta e njerëzve në fusharës, në Puk, në Poliçan të bëhet më e mirë nëpërmjet bashkive më të forta dhe funksionale. Edhe dua të bëj një pyetje, kam shumë pyetje teknike ose pyetje që marrim edhe 2 pyetje dhe besoj se jo, kam vetëm një pyetje për të thënë, a ishte më i marr të treja pyetje dhe tënde dhe të bëj një përmbledhje. A ishte më e sinqert nga ju, nga Partia Socialiste, ta sillte këtë nisëm që në fillim si nisëm deputeti, kur nuk e kishte ndërmend të dëgjonit askënd? Pasi ju keni ardhur në Tryezë, gjithë ne e dimë, gjithë qytetarët që ju ishit nuk e keni mbajtur të fshehtë që jeni për reduktim të numrit të bashkive. Ka thënë zoti Rama, e keni thënë dhe ju. Kështu që Bashkimi Evropian kërkoi konsensus, nuk kemi sot. Partia Demokratike është kundër reduktimit, kërkoi më shumë, ju keni sjell më pak. Kryetarët e bashkive të cilët sot kanë vendosur që ju keni vendosur që të bashkohen me bashki të tjera janë kundër, qytetarët e këtyre bashkive janë kundër, ndërkohë edhe autoriteti ka thënë që duhet të ketë më shumë cilësi, kur nuk ishte plan të dëgjonit asnjë, edhe ju e dini që PD-ja kërkonte më shumë. A e përdoret kuvendin thjesht për të legjitimuar objektivin tuaj, pasi në fund të erdhet me atë produkt që e kishit që në fillim, me njëjtin skenar. Faleminderit. Jo, unë besoj që ke pyetja që ju ngreni ka 2 elementë që tentojnë të lidhin 2 gjëra që s'lidhen bashkë. Pra, e para është nuk Partia Socialiste, kryetari i partisë, kryeministri i vendit dhe vetë komisioni kur shkruar ka qenë shumë i qartë me logjikën që neve nga çfarë dinim, nga gjithë gjërat që ne kishim mënyrë si funksionon pushteti vendor, na duheshin që disa bashkitë konsolidoheshin që të funksionojnë më mirë. Por kjo punë na ka dhënë mundësi që ne dim ku, si, sa ta ajustojmë mekanizmat, siç është rasti i mekanizmit të bashki, qytet, dhe kjo është një veprim i punës, por që objektivin ti e ke, gjithmonë ti ke një objektiv, se ndryshe pasaj do shkonim qorrazi dhe elementi i dëgjimit ka sjell, e them sërish, ka sjell jashtëzakonisht shumë dobi në këtë proces. Ka sjell dobi në mënyrën në ku, në cilat mund bashkohen, në sa mund bashkohen, dhe çështja ishte ndryshe që të shkonim nga 61 në 46, nga 61 në 52, apo nga 61 në 30. Pra, jemi në një drejtim, konsolidim, por sa i madh mund bëhet konsolidimi? Ku mund bëhet konsolidimi? Ku s'mund bëhet konsolidimi? Logjika e një strukture të re qeverisëse, ndarja e bashki, qytet, njësi administrative është pjesë e procesit dëgjesave. Pra, unë besoj që dëgjesat kanë qenë jashtëzakonisht dobishme, ndërveprimi madje dhe me kolegët e opozitës ka qenë shumë i dobishëm, dhe ne kemi sot prej dëgjesave dhe komisionit një produkt shumë herë më të mirë se sa mund të kishim pasur po mos që bërë kjo punë. Kjo punë ka përmirësuar masivisht procesin dhe ka sjell një ekuilibër shumë të mirë midis rritjes së eficiencës, konsolidimit dhe funksionimit të bashkive, por dhe mundësisë që zëri i qytetarëve dëgjohet, përfaqësimi mbetet aty, elementi identitar të ruhet masivisht,
qytetarët e Policanit do jenë gjithmonë Policani, qytetarët e Belshit do jenë Belshit. Nuk i ndron asgjë ky element. Siç nuk i ka ndruar asgjë qytetarëve të Gjinarit, që kanë qenë një komunë përpara, që sot janë qytetarë të Gjinarit, janë po Gjineraksë që qenë përpara, po janë nga Elbasani. Dhe kanë edhe identitetin e Gjinarit, po kanë edhe rrugën, kanë dhe sheshin, kanë dhe muzeun e Gjinarit, janë po Gjinerak, nuk i kanë ndruar asgjë ke identitetin e tyre, por ama kanë mundësi të përfitojnë jashtëzakonisht shumë nga bashkia, nga investimet që bashkia ka bërë për ato, nga përmirësimin në turizëm, nga përmirësimi në mënyrën se si është marketuar territori, i cili vjen si rrjedhë e bashkimit. Që do thotë e njëjta logjik, elementi ruhet elementi identitar, ruhet elementi përfaqësimit, por shtohet elementi i funksionalitetit, eficiencës dhe mundësisë për shërbim. Të mos e bëjmë kështu, marrim pyetjen tjetër. Kjo reforma, a do ta bëjë që të përshkruar në Tropoj, përshkruar më shpejt i bim nga Shqipëria dhe mos shkojmë nga Kosova? Kjo nuk është një që lidhet me këtë reformë. Atëherë ta vazhdoj se isha më herët. Do të thënë tani kam hapur rrugë gjithë. Dua t'ju sjell një shembull konkret sepse ju thatë që në thelb reforma synon që të sjell më shumë shërbime te qytetarët. Po marr dy bashki të cilat kanë pas shumë largime dhe me performancë dobët siç është Tepelena dhe Memali dhe Tepelena unë e njoh mirë. Në rast se këto bashkohen apo shkrihen, çfarë ndryshimi do kishte kur Tepelena nuk ka spital? Është kthyer në një ambulancë dhe qytetarët e Tepelenës dhe të Memalit, si të jenë një bashki, si të jenë dy, si ju të çoni projekte nga Bashkimi Evropian, duhet të shkojnë në Fier dhe në Tiranë për të vizituar nga syt, kur ka një problem me syt. Duhet të shkojnë dhe të presin mjekun në Gjirokastër që vjen një herë në javë ose një herë në 10 ditë. Pra në thelb, si mund të zgjidhet kjo çështje që po sjell largimin e qyteteve, sepse për çfarë na duhen projektet kur njerëzit në këto Tepelenë me Malie nuk kanë shërbimin bazë që është mjekësia. Tani, shumë e rëndësishme të them, mjekësia nuk hyn ke kompetencat e bashkimit. Jo, unë këtë e di, po unë po them si për çfarë shërben kjo reformë kur do vazhdoj të shpopullohet për sa kohë që s'ka shërbim me bazë. Kjo reformë vlen për një gjë, që Memaliaj dhe Tepelena mos kenë secila një zyrë urbanistike. Ku asnjëra s'kishte ose kishte secila nga. Po për çfarë na duhen projekte ku qytetarët kanë ikur? Kjo është shpjegimi, pra nuk mendoni që duhet vetëm ta përfundoj logjikën sepse e di që kjo nuk është kompetenca, po unë po pyes, problemi ndoshta është më i madh se kaq. E kuptova pyetjen tënde, mos ke asnjë dyshim se e kam kuptuar pyetjen tënde. Arsyeja pse na duhet është sepse qytetarët kanë nevojë për spital, kanë nevojë për rrugë, ka nevojë për kanale Kullusë-Vadice, ka nevojë për ujë dhe ka nevojë për çerë dhe kopshte. Detyra që kemi lënë bashkisë është zgjidhni këto. Të pastroj, të rregulloj rrugët, të rregulloj shkollat dhe të rregulloj kanalet Kullusë-Vadice. Për të bërë këtë punë, bashkisi duhet inxhinier, arkitekt, planifikues. Tani, secila prej këtyre nuk kishte mundësinë të kishte stafet e mjaftueshme. Të dyja bashk mund të kenë një zyrë planifikimi më të mirë, një zyrë financiare më të mirë, për të bërë ato detyra që ka bashkia. Elementet se si do zgjidhim elementin shëndetësor, elementin e zhvillimit ekonomik, elementin e infrastrukturës madhe, e rrugës që t'i lidhi territorin e energjisë, janë gjitha elemente që vlejnë, por nuk lidhen me këtë reformë. Me këtë reformë ne kemi mundësinë që ato shërbime të cilat sot bashkitë kanë, t'i ofrohen në mënyrë më eficiente bashkive. Dhe unë jam 100% i bindur që me afërsinë që kanë, me historinë që kanë, me bashkëveprimin që kanë bazat përditshme, këto dy zona i njeh ti, i njoh edhe unë, se kam qenë shpesh në ato zona, ato ndërveprojnë përditshme me njëri tjetrin, do kenë mundësi që të vazhdojnë të shkojnë. Ato ndërveprojnë më shumë me Gjirokastrën, se në Tepelenë dhe me Maliaj nuk kanë ngelur më ndonjë gjë. Edhe me ato, por ama do kenë mundësi që nga ndërveprimi me njëri tjetrin, të kenë mundësi që të përmirësojnë shërbimit e që bashkia bën, edhe infrastrukturën, dhe investimet, dhe mirëmbajtjen e shkollave, dhe pastrimin, dhe turizmin, pra gjithë element. Dhe kjo gjëja është se cili tregues që kemi sot, po dhe logjika na çon që ato janë aq afër me njëri tjetrin dhe kanë aq shumë ndërveprim për elementet që ndërveprojnë në Gjirokastrën, do vazhdojnë ndërveprojnë në Gjirokastrën, e kanë Gjirokastrën 17 minuta larg. Tepelena. Pra, logjika e të gjithës ishte, a nuk duhet të zgjidhim këtë problem në mënyrë që t'u japim qyteteve shërbime, sepse pse po e marr si shembull ndjes sepse duket sikur po dal nga tema. Po ndoshta është një diskutim i madh që mund ta bëni edhe me kryeministrin. Ju bët rilindjen urbane në Tepelen, bët sheshin, pra pati rregullime si thua estetike dhe sot qyteti është bosh, njerëzit janë larguar. Pse për shkak të mungesës së shërbimeve? Tepelena sot ka shumë më shumë turizëm se çka pasur prej atij zhvillimi. Tepelena ishte një pikë cilën tash të flasim seriozisht. Gjithë njerëzit kalonin poshtë, kalonin ke ujë ftohtë, edhe vazhdonin rrugën për Gjirokastër. Nuk ka fare turizëm që ndjen qyteti. Janë njerëz që kalojnë, bëjnë një foto dhe vazhdojnë jetën e tyre. Sot Tepelena ka
3 herë, 4 jo, herë, 5 kështu herë, është. 10 herë më shumë turizëm se Nuk ka turizëm, janë njerëz që kalojnë, bëjnë një fotografi dhe vazhdojnë në Tuftot ose në Gjirokastër, nuk ka turizëm. Tepelena me numra ka 10, 15, 20 herë më shumë turizëm se ka pas para 10 vjetësh. Dhe kjo gjëja nuk mund të ketë turizëm sa çdo ti, me siguri ju ashtu Jo, sa njerëz më pak ka duat të di. Nuk ka aq sa çdo tërmeti, po ka sigurisht 10 herë më shumë se çka pas përpara prej rilindjes urbane. Dhe logjika e përgjithshme e kësaj gjë është që neve me këtë reformë nuk premtojmë që po zgjidhim gjithë problemet e Shqipërisë. Por gjëja që ne angazhohemi është që kjo reformë është e sigurt që përmirëson mirëmbajtjen e rrugëve, mirëmbajtjen e shkollave, mirëmbajtjen e shërbimit të ujit, mirëmbajtjen e pastrimin dhe të gjithë elementet që lidhen me atë territor nga detyrat bashkiake. Kjo është detyra që kemi dhe unë besoj që këtë detyrë i kemi dhënë një propozim i cili sjell një ekuilibër mjaft të mirë midis asaj që kemi dhe asaj që do kemi mas 10 vjetësh. Pyetjen e fundit do ta mbyllim. Zoti Maziku, në fillim kur propozuat edhe ndarjen e re territoriale, u duk sikur hoqët dorë nga rajonizimi i vendit. Paktën ky ishte një perceptim i parë. Çfarë kemi parasysh me rajonizim? Që do ta diskutonin pjesën e... Në ditën që është mbyllur komisioni këtu dhe në ditën që kemi bërë dëgjesën e ekspertëve, në mënyrë specifike kam thënë që kemi 3 detyra, një detyrë që do ta bëjmë sot, që është kjo, do ta bëjmë shpejt, dhe nga ajo ditë bëm analizën me gjithë grupin e deputetëve socialistë dhe me ekspertët dhe kemi dalë me një produkt, të cilin e dorëzuam dje, por që atë ditë kam thënë kemi 3 detyra të tjera që do vazhdojmë punojmë dhe një vit tjetër, që është funksionet, kompetencat e bashkive, financat dhe reanalizimi. Koncepti i reanalizimit është që ne duhet që Shqipëria nga pikëvështrimi i pushtetit vendor të ketë zonat mëdhaja ku pushteti vendor e territori ndërvepron për përmirësuar ato që janë gjëra të cilat një bashki apo disa bashki dhe kur janë të forta nuk e dalin dot. Gjëra që kanë të bëjnë me planet e zhvillimit ekonomik, gjëra që kanë të bëjnë me menaxhimin mjedisor, se mjedisi nuk është një bashkie, është një territor shumë i madh, me menaxhimin e burimeve ujore në territor caktuar. Pra me gjithë ato elemente të cilët duhet dhe nga mënyra si funksionon Bashkimi Evropian të kemi struktura më të mëdha ku pushteti vendor i atij territori ndërvepron për zgjidhje të përbashkëta. Jo, kemi... Mendoj që kjo është një pikë cilën do kemi dhe një vit tjetër për të diskutuar. Kjo harta është dorëzuar, kjo harta është... Atëherë, për të përgjigjer për të deputetët e Partisë Socialiste, antar të komisionit, kanë depozituar një nismë ligjore që është kjo. Gjatë shqyrtimit, gjatë shqyrtimit unë e thash përpara, do të dëgjojmë gjithë palët dhe unë prapi bëra një ftesë qartë opozitës që besoj që brenda këtij propozimi kemi mjaftueshëm hapësira ku të arrijmë të dy objektivat, edhe eficiencën, edhe përfaqësimin. Faleminderit.